Rritet numri I vizitorëve vendas dhe të huaj të interesuar për fototekën kombëtare Marubi në Shkodër. Duket se kjo ka ardhur pas një riorganizimi që fototeka ka hapësuar vitet e fundit duke nxjerrë atë jashtë kontureve të arkivës. Sipas drejtorit të fototekës Marubi, Lucian Bedeni, muajt në vijim do të jenë të ngjeshura me aktivitete. Ka nisur edhe një bashkëpunim me qytetarët që posedojnë materiale që mund t'i sjellin në këtë arkiv. Fototeka kombëtare Marubi në këtë vit ka menduar një sër aktivitetesh, ku aktivitetet kryesore do kulmojnë gjysmën e dytë të gushtit dhe 2 javë të para të muajit shtator. Në emër të së shkuarës, kontribut për të ardhmen fshir pluhurin sjell fotografinë tënde. Kjo është përzgjellur si moto gjatë gjithë këtyre muajve që gjithë të sjellin fotografi pranë fototekës kombëtare Marubi. Fototeka kombëtare Marubi funksionon prej 43 vitesh pas dorimit të arkivit prej 3 brezash që I bëri Geg Marubi, biemrin e të cilit mban fototeka sot. Në arkiv mund të gjesh negativ me tema nga etnografia, urbanistika, monumentet e kulturës, historia, pazari, lundrimi në Bunë e tjerë. Ky arkiv njihet edhe si një nga më të pasurat e rajonit të Ballkanit.